Sezoni turistik ka nisur në plazhin e Velipojës, ku pushuesit kanë bërritur për të shijuar ditët me diell të qershorit dhe fladin e mrekullueshëm dhe freskinë e detit që të ofron Velipoja. Jemi në javën e parë të qershorit dhe temperaturat e larta kanë bërë që shumë qytetarë të zgjedhin bregdetin e Velipojës për pushime. Një pjesë e pushuesve janë përfshirë edhe në nisma vullnetare për të pastruar vetë vijën bregdetare të Velipojës. Një qytetar ka kontaktuar me redaksin tonë dhe ka dërguar video nga plazhi i Velipojës, ku shihen qytetar pushues të cilët mbledhin mbeturinat në zonat e rërës, duke dhënë një shembull pozitiv, por duke vënë në pa njëkohësisht edhe mungesën e pastrimit të plazheve në këtë sezon veror nga institucionet përkatëse. Në mungesë të ndërhyrjes së plot institucionale për pastrimin e plazhit para nisjes së sezonit turistik veror, qytetarët japin një shembull të shkëlqyer, duke pastruar vijën bregdetare. Ajo që duhet të ishte bërë nga strukturat publike po bëhet nga pushuesit. Në fakt, duke qenë se sezoni ka nisur, ajo që pritej nga Bashkia Shkodër me kryetar Benet Becin dhe institucionet përgjegjës se ishte një plazh i pastër, një zonë turistike, një perlë e Shqipërisë siç është Velipoja, nuk duhet të funksionojë me vetë organizim apo vullnetarizëm nga pushuesit. Nëse Velipoja synon të forcojë imazhin si destinacioni preferuar veror, duhet që pastrimi të mos mbetet një barr mbi pushuesit, por të jetë detyrë e bashkisë dhe institucioneve përkatëse.